Llogaritja kuantike dhe inteligjenca artificiale janë dy nga teknologjitë më transformuese të kohës që po jetojmë sot. Të ndara secila ofron përparime thelbësore në fuqinë përpunuese dhe aftësitë vendimarrëse. Së bashku ato mund të revolucionarizojnë industri të ndryshme dhe kërkimet shkencore. Kompjuterët kuantik me siguri do të çojnë në të gjitha llojet e të kuptuarit dhe zhvillimit të një diapazoni më të gjerë. Pra nëse flasim për molekulat e ilaçeve ose materiale të reja si dhe mënyrat e reja të analizimit dhe kërkimit në përgrupe të mëdha të dhënash, kompjuterat kuantik do të jenë vendimtar, deklaroi profesori David Lucas i Departamentit të Fizikës në Universitetin e Oxfordit. Ekipi Lucas ka bërë së fundmi një hap të rëndësishëm përpara në këtë drejtim, duke ndërlidhur me sukses dy procesor kuantik të veçantë për të krijuar një kompjuter të vetëm kuantik, duke ofruar një zgjidhje të mundshme për shkallëzimin e teknologjisë së sapo lindur. Kjo është arsyeja pse njerëzit janë kaq të interesuar në llogaritjen kuantike. Në nivelin themelor teorik është një mënyrë krejtësisht e ndryshme për të manipuluar informacionin dhe është nga ajo që dim për ligjet e fizikës, lloji më i fuqishëm i përpunimit të informacionit që mund të bëjmë, shpjegon Lucas. Kompjuterët kuantik përdorin quantum bits ose qubits, të cilët mund të përfaqësojnë njëkohësisht numrat 0 dhe 1 për shkak të një fenomeni të njohur si mbivendosje. Një tjetër veçori që mund të përdorin kompjuterët kuantik është ngatërimi që ndodh kur dy qubits janë të lidhur në atë mënyrë që gjendja e njërit të jetë e lidhur ngushtë me gjendjen e tjetrit pavarësisht nga distanca. Në fakt, këto karakteristika i lejojnë kompjuterët kuantik të zgjidhin probleme komplekse shumë më shpejt se kompjuterët tradicional. Arritja e ekipit të Oxfordit e çon këtë shkencë një hap më tej duke demonstruar shembullin e parë të llogaritjes kuantike të shpërndarë. Duke ndërlidhur pajisjet e vogla kuantike, ato kanë mundësuar që llogaritjet të shpërndahen në të gjithë rrjetin, teorikisht pa ndonjë kufi në numrin e procesorëve që mund të instalohen, duke zgjidhur potencialisht problemin e shkallëzimit sipas udhëheqësit të studimit Dougal Main. Ajo që ne treguam është se mund të ndajmë një nga këta kompjuter të mëdhenj kuantik në disa module më të vogla dhe t'i ndërlidhim duke përdorur këto lidhje me fibra optike. Avantazhi i kësaj është se mund të ruajmë më pas kompleksitetin e reduktuar të procesorit më të vogël kuantik. Në këtë mënyrë këta procesor do të veprojnë së bashku për të formuar një kompjuter kuantik të vetëm, plotësisht të ndërlidhur, tha Main, ndërsa Natalia Ares, profesore asociuar në Departamentin e Inxhinierisë në Universitetin e Oxfordit, shtoi se teknologjitë kuantike mund të jenë një ndryshim i lojës për inteligjencën artificiale mbi mënyrën se si ne do ndërtojmë kompjuterët e ardhshëm kuantik dhe integrimin e inteligjencës artificiale në to. Ajo që ne bëjmë është i kërkojmë kompjuterëve të thonë, shiko, kjo është pajisja ime, bëje të funksionojë, gjej parametrat e duhura. Dhe ajo që kemi parë deri tani është fantastike. Fillojmë me një çip dhe algoritmet e makinerive që mësojnë mund të kalojnë në një moment të funksionimit në kushte optimale, shpjegon Ares. Ajo shtoi se inteligjenca artificiale jo vetëm që po i ndihmon ata të ndërtojnë teknologjinë kuantike, por nga ana tjetër të përmirësojnë vetë inteligjencën artificiale. Ne besojmë se kjo do të ndryshojë komplet lojën për inteligjencën artificiale në mënyrë që ne ende nuk mund ta parashikojmë, shtoi Ares. Por pavarësisht këtyre zhvillimeve premtuese, inteligjenca artificiale kuantike ende përballet me sfida të mëdha. Kompjuterët kuantik janë delikat që kërkojnë mjedise shumë të kontrolluara dhe nuk janë ende gati për të ekzekutuar modelet e inteligjencës artificiale në shkallë të gjerë. Përmirësimet në korrigjimin e gabimeve dhe stabiliteti i qubits po e bëjnë llogaritjen kuantike më të besueshme, por shumica e ekspertëve besojnë se jemi ende vite larg nga inteligjenca kuantike plotësisht e realizuar. Duhet të qartësohemi se jemi ende shumë larg nga ajo që ne e quajmë makineria universale, një makinë universalisht e programueshme që kontrollohet aq mirë sa mund të korrigjojë të gjitha gabimet e veta dhe për këtë arsye mund të kryej pas një vështirësi llogaritje të gjata. Por jemi ende shumë larg, tha profesor Lucas. Startupet dhe firmat e mëdha të teknologjisë po zhvillojnë kërkime shkencore mbi kompjuterin kuantik, i cili mund të zgjidhë probleme komplekse që do të duheshin kompjuterave konvencional mijëra ose miliona vjet, të tilla si parashikimi se si atomet dhe molekulat do të ndërveprojnë. Shkencëtarët shpresojnë të përdorin kompjuterat kuantik për të zhvilluar materiale të reja për bateri dhe ilaçe. Në muajt e fundit, Google, Microsoft dhe Amazon kanë zhvilluar të gjithë qipat të rinj që i përshtaten kompjuterave kuantik.
Nvidia, firma më e madhe në botë e çipave, tha kohët e fundit se do të krijojë një qendër kërkimore kompjuterike kuantike në Boston.